gjë, duke lënë kuptohet, duke rënë nga Kina kuptohet, se Irena Gjoka është kapur në faull. Burimet tona konfirmuan se prokuroria ka gjetur fakte në hetimin e saj se Irena Gjoka është dënuar në mungesë për një vizë të falsifikuar. Nëse kjo është e vërtet, kjo është një tjetër akuzë shtesë ndaj procesit vettingut, i cili ka lënë kalojnë fakte të tilla, duke vënë kështu drejtia edhe mbi vendimmarrjen e gjykatëse, e cila pas ka gënjur për një gjë të tillë kaq banale përballë rolit të saj që duhet luante në sistemin e ri të drejtësisë. Tani takon Këshillit të Lartë Gjyqësor të vendosë nëse ajo mund të vazhdojë të jetë gjyqtare, por Partia Demokratike ka marrë tashmë vendimin e ka paditur në SPAK, duke e vënë Irena Gjokën dhe përballë përgjegjësive penale që mund të shkojnë deri në 4 vite burg. Teorikisht fakti që Irena Gjoka mund të ketë një ndalim udhëtimi në Greqi nuk duhet lidhen me vendimarrjen e saj për çështje gjyqësore, të cilat nuk lidhen direkt me Greqinë. Dhe këtu nuk duhet spekuloj më shumë, pasi nuk e dihen dhe se si Sali Berisha i ka patur këto dokumenta që kompromentojnë Gjokën, ndërkohë që nuk i kishte askush tjetër. Di që me siguri kjo mund mos jetë surpriza e fundit që vjen nga Tina për njerëzit e drejtësisë së re. Nuk mund të fajsosh sigurisht askënd tjetër veçtyre gjykatësve dhe prokurorëve, të cilët duhet ta kishin kuptuar se të shkelësh vizën apo të heqësh në një vizë në një ishull grek nuk është një lloj si çutitësh dhe të bësh plazh në Sardenja apo Ibiza. E ka thënë dhe Homeri te Iliada, lidhja grekëve me dhuratat ka gjithmonë një kalë troje nga pas. Shembulli i Irena Gjokës është dhe tipiku për të gjithë ata që hynë detin në këmbë dhe reformës në drejtësi. Sigurisht përgjegjësia kryesore politike, por jo vetëm, mbetet e qeverisë autore së reformës në drejtësi. Sot në gjykatën kushtetuese, gjykatësit e rinj po presin të fitojnë një padi që i jep atyre dhe të drejtën të caktojnë vetë rrogat e tyre, duke ja hequr këtë të drejtë ligjore dhe kushtetuese qeverisë. SPAK nuk mori pjesë, por pas 3 ditësh po në kushtetuese, prokuroria e posaçme do të presën se kushtetuesja do të pranojë apo rrëzojë padinë e kryeministit, i cili po ankohet se SPAK dhe GKO po i marrin atij kompetencën të bëjë dhe qeverinë. Nesër është 21 janari dhe ndërsa duhet i bëhet gjyqi Berishës, sot po i bëjmë gjyqin gjykatëses së tij. Dhe ne do na duhet të ruajmë objektivitetin përballë kësaj situate thuajse groteske kur vrasjet nuk gjykohen, reformatorët nuk përfillen as nga pjellat e tyre, duke vënë në dyshim gjithë të progres që ne mendonim që kishim arritur, bashkë me iluzionin e një integrimi europian i cili para se të kaloj nga zyra e Edi Ramës, duke se të ngel sërish në kalendat greke. Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini rrestor me mua sot në program. Janë Frok Çubi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Ervin Karança, avokat, ish prokuror i ndëshkuar nga procesi i vettingut. Arben Meçe, ish fuqist i 20 janar, mirëmbrëma Meçe. Dhe kolegu im Ervin Leka, mirëmbrëma Ervin. Po ndalim fillimisht tek ngjarja e cila na jep motivin për të folur për shumë gjëra sonte. Pikërisht nga fakti që Irena Gjoka, ose më saktë Sali Berisha, pas ka pasur drejt për Irena Gjokën. Ndjekim kronikën. Prokuroria e Përgjithshme ka përfunduar verifikimin për gjyqtaren e gjykatës së posaçme Irena Gjoka, lidhur me deklarimet që ajo ka bërë në formularin e vetë deklarimit të datës 22 prill 2016, ndonse nuk ka bërë publik asnjë dokument. Mësohet se nga hetimet, Prokuroria e Përgjithshme ka administruar një vendim autentik të autoriteteve greke për dënimin e Irena Gjokës më 7 korrik 2005 nga gjykata e Janinës. Në këtë dokument thuhet se Irena Gjoka është dënuar për shkak të tjetërsimit të një vize greke duke i zgjatur vlefshmërinë. Ky incident është shënuar me 24 vjetor të vitit 2002 në pikën kufitare të Kakafijes. Prokuroria e Përgjithshme këtë gjetje i ka përcjellë në Këshillin e Lartë Gjyqësor si organi përgjegjës për verifikimin e kushteve. Prokuroria tha se sektori i dekriminalizimit ja ka dërguar zyrtarisht me datën 19 janar 2026 rezultatet e këtij verifikimi pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili duhet të interpretojë rezultatet e gjetjeve. Verifikimet nga Prokuroria e Përgjithshme u bën mbi bazën e kërkesës së Komisionit të Zhvillimit të Karrierës në Këshillin e Lartë Gjyqësor më datë 8 maj 2024. Tashmë Këshilli i Lartë Gjyqësor do duhet të shqyrtojë nëse gjetjet e prokurorisë përbëjnë kusht ndalimi për ushtrimin e funksionit publik, bazuar në ligjin 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, ndryshe nga sa thot Prokuroria e Përgjithshme, që sipas tyre kanë kryer verifikim brenda dhe jashtë vendit. Gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka ka mohuar të jetë dënuar ndonjëherë në formularin e dekriminalizimit të vitit 2016,
Në të njëjtën kohë për këtë çështje SPAK po zhvillon hetime në një procedim penal pa emër. Irena Gjoka rrezikon shkarkim nga detyre por edhe marrje të pandehur, sipas nenit 190, falsifikimi vulave i stampave ose i formularve ose paraqitja rrethanave të rreme në kohë të fundit, që u drejtohet organeve shtetërore, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 4 vite. Kur kjo vepër kryhet në bashkëpunim ose më shumë se një herë apo ka sjell pasoja të rënda, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 5 vite. Ervin, atëherë kjo është lajmi i cili le të themi ne e vonuam ta japim për shkak se edhe mënyra se si e dha prokuroria e përgjithshme lajmin ishte pak e çuditshme. Pra, njoftoi që ka mbaruar një hetim që është dorëzuar një dosje në KLG, por pa dhënë detaj, thjesht pastaj duke lënë hapësirë spekulime. Po në fund fare nga burimet tona u vërtetua pra që ka fakte sipas prokurorisë përgjithshme që Irena Gjoka është dënuar në mungesë për një gjë të tillë për më tepër, dhe këtu është lajmi i keq që ajo e ka fshehur këtë nga formulari i deklarimit apo jo. Prokuroria e përgjithshme në fakt është vënë lëvizje që në maj të vitit 2024, sigurisht pas edhe akuzave të hedhura ndaj Irena Gjokës. Në njoftimin që ka bërë faktikisht ditën e sotme nuk ka pasur asnjë pjesë as për pjesën e konfirmimit, pra që ka një gjetje për sa i përket Irena Gjokës, një autenticitet të asaj dënimit pra që u bë edhe qoftë për akuzat politike, por edhe në ngarkim të Irena Gjokës, por njoftoi vetëm dërgimin e atyre gjetjeve, pra nga ky hetim që ka bërë, mbylljen e procesit të këtij hetimi dhe verifikimi që ka bërë prokuroria e përgjithshme dhe delegimin si duket apo dërgimin në Këshillin e Lartë Gjyqësor për të vepruar si një organ kompetent, pra që i takon edhe KLG-s për të marrë një vendim, qoftë në base edhe shkarkimi i Irena Gjokës apo një vendimarrje që duhet marrë. Pra, tek njoftimi zyrtar i prokurorisë së përgjithshme nuk ka pasur asnjë deklaratë për sa i përket gjetjeve. Sigurisht, lajmi është konfirmuar me burime brenda prokurorisë së përgjithshme, pavarësisht se jo vetëm unë si gazetar që mbuloj pjesën e gjyqësorit në terren, por edhe kolegë të mi, por edhe persona të tjerë që janë në media janë drejtuar sigurisht prokurorisë së përgjithshme për një qoftë një dokument apo qoftë një fakt pra për atyre gjetjeve që ka bërë dhe verifikimit pra për sa i përket edhe dënimit të Irena Gjokës në vitin 2005 pra nga edhe gjykata e Janinës, por nuk ka pasur sigurisht asnjë konfirmim dhe gjithçka pra e ka pasuar tek Këshilli i Lartë Gjyqësor që sigurisht do të jetë edhe organi që do të marrë një vendim se çfarë pritet bëhet me Irena Gjokën, një shkarkim apo deri në ndjekje penale për shkak se ligji e thotë qartë pra neni 190 që parashikon edhe falsifikimin e formularëve, pra qoftë për dekriminalizimin apo edhe për pjesën pra se çfarë dëmi është shkaktuar në fakt, pra do të vendosë edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor për vendimin që do marrë. Po kjo tani paragjykon